shpejt. I kam 10 pyetje. Në skenë ti duhet ma vazhdosh fjalin, me nga një fjalë. Shkojmë, ecim, se i përshëndeta disa studentë atje. Okej. I përshëndesim pas pak do t'i kemi nxënësit e British School. Në skenë jam Xux. Në jetën reale, çka jam? Në skenë jam Xux, në jetën reale jam Xux. Xux. Pra në dy rastet jetë Xux. Okej, nuk ndryshon. Personi më i vështirë që e kam intervistuar në radio ishte edhe pse 21 vjet janë shumë, e hanë ditë pranë të 50 javë. Unë fillimisht me Beratin, kur kemi fillu, nuk kemi dash me pas punë shumë me musafir, që mos me unë prej musafirve. Ka pas metropoli disa, por ndjesi pas shpirti, një njeriu që ka bërë shumë për kombin shqiptar, me theks veçantë për Kosovën, Josef Diogardi. Josef Diogardi. Po, jo pëse ka qenë problematik, por që jëmë dashtë edhe me përkthym për të anglisht në atë kohë ka qenë dështë para... Ideja intervjistës është që ma vazhdu emrin me thonë. U kry. Pa shpjegime shumë Xux. U kry. Nëse do t'a këndoja në këtë moment një këngë për gruan time, ajo do të ishte? Loqka, e para më ishe, loqka. Okej, faleminderit shumë. Në dashuri jam si? Me një fjallë. Në dashuri jam si një lule për një blet. Gabimi ka po vinë mëre këto fjallë, mëre qka kjo. Gabimi ma i madh. Kam të regon t'i kosha. Gabimi ma i madh që e kam bo një jetën time dhe që jam penduar ka qenë? Këtu s'ka vazhdim, këtu ka një shpjegimi vogël t'lutna, sepse s'muj me alu ju vetës, por se u bona krejt palom, por t'lutna. Por nëse i përmeni gjitha, Ni. S'muj me përmbledh me një, sepse kur i kum përmbledh gjitha me një, kur ju më pendu Zotit gjithësis, krijuesit, Allahut, dhe uroj që të më jetë pranu pendimi, dhe prej asaj kohë nuk kom për çka mu pendu shumë. Sti që kujtoj diçka që isha pendu. Për ma herët, pendimin ja kam bërë Zotit që gjithmonë ka kohë deri në momentin tonë të fundit me u pendu. Faleminderit shumë. Më vjen keq kur njerëzit mendojnë që unë jam drogagji. Edhe për një arsye, duhet edhe këto me shpjegu, sepse unë kum të regu life story, edhe kum të regu për gjërat që më ka ndodhë kur kum qenë i ri deri në vitin 97, që i bjenu në atë kohë kum qenë dikon 28-9 vjeqar. Por sa interesant është për ata njerëz që janë negativ, apo me energji negative, gjëja me elit është me kujtu diçka të keqe që ti mos e ki, por e ke pas, e njerë e ke pas, gjithë ki me pas, atë e kështu, kjo është diçka që më ambajnë men gjithë jetën, kjo është që të vjen keq. Okej, atyre që nuk besojnë Zot, do t'u thoja? Zoti ju drejtoft. Faleminderit shumë. E vetmja gjë që më trem në këtë jetë është? A trem diçka? Kam frikë vetëm nga krijuesi, vetëm nga Zoti. Faleminderit shumë. Mënyra më e mirë për ta qetësuar një grua kur është me nerva, është? Me dal jashtë dhe mos me vazhdu me fol me ta. Do thënë me ik vetë, mos me fol. Mas mirë. Okej, si të mirë. Momenti kur kam pasur krizë në martesën time, ka qenë për shkak? Krizë diçka nuk di... Nuk ke pas? Krizë nuk kum pas asë njerë. Njeri gjallë, ndoshta edhe për latë me fjallë, s'kuptohet diçka, po ajo me njerë përfundon me aty. Unë s'lo mu qunë më në gjese, mës me folë, me grunë qa, jo, edhe nëse ka mos marveshe, i krymë në asad, si lojmë senet për nesër, sepse nesër e njëdi. Zotë,